Tani sot është e 12 apo 13 herë në shkollën tonë gjimnazin, edhe pse sot bëhet fjalë për masa më të mëdha të alarmeve të rrenjshme, janë përfshime të gjithë shkollat e mesme pothuajse edhe shkollat fillore. Paktën që kam dëgjuar për shkollën afër që e kemi Istiqball dhe Naim Frashëri, të tjerat nuk e di, po te ne është rekordi, do thotë është e 12 herë. Për ndikimin fillimisht ka qenë edhe frikshme edhe për nxënësit, edhe për panikun e shkaktuar edhe ndaj kolegëve, nxënësve gjithandej, mirë po tash te shkolla jonë kjo është bë edhe rutinë, edhe nxënësit janë mësu. Bile të them drejtën, fillimisht kemi llogaritur në atë aspektin e ndikimit negativ te procesi mësimor në gjysmëvjetorin e parë, mirë po te nxënësit ka qenë edhe si të ri ato që janë edhe dëshirë e largimit. Tash që kemi filluar në gjysmëvjetorin e dytë është bë shqetësuese, jo alarmi i rrejshëm për nxënësit, po është bë edhe te ato procesi, është bë domethënë monoton edhe kërkojnë edhe ata që mos të dilet, por kjo nuk mund ndodh nga ana jonë, sepse vjen policia na informon që nxënësit duhet të dalin dhe të tërhiqen. Unë prej fillimit të paraqitjes së këtyre alarmeve të rrenjshme, shumë seriozisht ju jam drejtuar të gjitha institucioneve, kam komunikuar me sektorin për punë brendshme në Tetov disa herë, kam qëndruar atje me orë që kemi biseduar, edhe jam drejtuar edhe me shkrim në Ministrinë e Punëve të Brendshme, Ministrinë e Arsimit, Byro të Zhvillimit, prej atje përgjigje nuk ka, e vetmja përgjigje është nga sektori i punës në Tetov, se po punohet në këtë drejtim, përpiqemi edhe me aleate, diçka kështu si bashkëpunim ndërkombëtar, mirë po pas një farë rezultati. Nuk është duke u gjetë, sikur mbas të informatave të policisë të Tetovës, janë emailët të cilët dërgohen nga jashtë, për shembull nga jashta shtetit, edhe që ata fillimisht nuk mundet me i zbulu prej gavin këto kërcënime. Ndërsa serioziteti nuk bëhet fjalë më tani këtu për procesin, po bëhet fjalë për seriozitetin e shtetit, sepse kam filluar të habiten edhe nxënësit, edhe prindët, edhe gjithkush të jetë një alarm i rrejshëm për në një shkollë, edhe mos mundet të gjendet për shembull një gjë e tillë. Kjo tregon edhe për seriozitetin e institucioneve, po edhe kapacitetet, po dyshoj edhe te kapacitetet institucionale.